Kërkoj fillojmë pjesën e dytë me një njoftim në rrjetet sociale të kryeministrit vendit, zoti Edi Rama, i cili i është përgjigjur pra pozitivisht ftesës për të marrë pjesë në mitingun e madh të protestës në sheshin Skënderbej, i cili do mbahet në datën 17 tetor, pra në Tiranë, pro temin në mbështetje të krerëve të UÇK-s, cilët gjenden të izoluar prej gati 5 vjetësh në dhomat speciale të gjykatës speciale të Kosovës të ngritura në Hag, me kënaqësi dhe nderuar të bindemi organizatorëve për të postuar këtë ftesë thirrje. Pra liria ka emër, thot Rama, dhe poston pra edhe një herë temi protestën në cilën ai me sa duket do të marrë pjesë vetë. Skënder, kjo le të themi, folëm pak më herët, çeku e quajtë dhe gjithë quajtë që ka një konkurrencë gjithë gjelash, le të themi, midis Ramës dhe ose më thënë midis Kurtit me idenë e Ramës, se Rama ka qenë sponsor kryesor i Kurtit deri në 2016-2017. Le të themi, hapësira që Kurti e pati dhe e përdori jo mirë. Duket sikur i themi është në favor të rikthimit të një gjëje që në fakt qoftë akademik, qoftë politikan, mua personalisht nuk e di dhe juve, po nga Malezi, nga Kosova, nga Presheva dhe nga Maqedonia e Veriut më kanë pranuar që Tirana është kryeqyteti politik i shqiptarëve. Pra sheshi Skënderbej është zemra ku rre gjithë shqiptaria, gjithë jemi patriot, gjithë para ma, kombi e ka qendrën e vet. Dhe kjo është normale, sepse është shteti më i vjetër i botës shqiptare, mikrokozmosit shqiptarëve. Është një shtet i cili mirë ose keq ka një aderim në institucionet ndërkombëtare, pra ka një njohje dhe një integrim edhe me sistemin ndërkombëtar të rregullave, të siglave, të tavolinave, të tryezave, që nuk e kanë komponent tjerë të botës shqiptare për shumë arsye të kuptueshme. Dhe Kosova ka hyrë shumë vonë në këtë rrugë, është një shtet shumë më i ri, është një shtet i cili ka ende rrugën e mundimshme drejt njohjes, dhe kësaj nuk është mirë të bëhen këto qendrat politike të shqiptarëve të komentohen jo Trekëndshi, Prishtinë, Tetov, Tiranë, etj. Janë disa teori të cilat nuk i bëjnë mirë absolutisht vetë botës shqiptare, se krijojnë një lloj ndasie e cila nuk duhet të jetë. Por në anën tjetër, dhe këtu vi, nëse më lejon të bëj një koment për atë gjën aty, që nuk ka, mendoj unë, gjë më patriotike dhe gjë më të bukur se sa sot t'i kundërvihesh dhe jo në emër të asaj lojës politike ose të kundërvënies ndaj Kurtit, tjetri, LDK-s. Po këtu jemi përballë një procesi gjyqësor, i cili vetëm gjyqësor dhe vetëm proces nuk mund të quhet. Mund të jetë proces, por është politik. Absolutisht është një proces politik, vetëm sepse duhet ketë disa politikanë kosovar në ato qeli, ashtu siç ka pasur më parë Bosnjak, Kroat, Serb, etj. Pra, duhet që harta e dënuarve në atë që quhet hapësira ish Jugoslave, për hir të lojrave të mëdha gjeopolitike, ruso, serbo, po edhe të evropianëve të frustruar mbas vitit 99, të cilët ende i brendër gjegja thellë, përse ne e bombarduam këtë kryeqytet kaq evropian me ura, me histori, me kulturë etj. Që quhet Beograd, dhe që ne pse e bëm këtë punë? Pse na mori Zoti mend? Shkruaj mendon një pjesë e politikës sot me evropiane, për fat keq. Dhe kanë këtë lloj kompleksi. Dhe ndaj Serbisë janë toleruar dhe janë treguar kaq liberal dhe kaq dorëlshuar, ti e shes sokol që ata Serbia e mban një këmbë mban në Rusi, këmbën tjetër mundohet ta mbajnë Kinë, këmbën tjetër mundohet ta mbajnë në Amerikë dhe në Evropë. Është vetëm që ka biologjin, i kanë dalë më shumë se 2 këmbë. Patjetër, i kanë dalë më shumë se 2 këmbë dhe ka një politikë të jashtme, që është një politikë të jashtme dhe i Serbisë. Kamaleon, po lejohet vetë se lejohet ta bëj. Ky është problemi. Një politikë të jashtme që thot politika e 4 shtyllave. Kinë, Rusi, BE, Amerikë, janë përjashtuese, nuk mund ta luash këtë lojë me 4 korsi. E megjithatë lejohet. Dhe pjesë e këtij frustrimi, për fat keq, jo vetëm lindor, po edhe perëndimor, është që ata zotërit janë atje në atë lloj procesi, ku është brenda edhe Shtëpia e Verdhë,
ku është brenda edhe një lumë. Imagjinare verdh. Jo, më nuk është imagjinare ajo se nuk është analizuar fare në proces. Jo, më fal lutem. Nuk është mangur fare. Shtëpia është, po çka ka brenda dhe sa të vërteta janë ato fantazma që përfliten aty. Se kjo është maskarallogu. Del një dikmarti aty dhe me gjithë atë zonjën prokurorin dhe krijoi një lloj fabule e cila nuk është. Dhe prandaj ndër tjera janë edhe aty brenda ata zotërit dhe për cilët nuk ka gjë më patriotike. Edhe Kala Del Ponte është haruar, sepse edhe ky dikmarti. Nuk ka gjë më e vërtet. Nuk ka gjë më patriotike se sa të protestohet për ta dhe në favor tyre, sepse jo vetëm e meritojnë, por shqiptarët e Kosovës nuk meritojnë damkën, sepse çka ka ndodhur këto vite. Në emër të luftës politike, është kujtuar se po dënojmë Hashim Thaqin dhe tjerët dhe ngelet këtu puna. Procese që kanë bënë me faje individësh. Jo, mor zotëri, janë e gjithë elita politike shtetërore e Kosovës e pas luftës. Nuk ka asnjë lloj mënyre që duke dënuar ata, ti të mos baltosësh njëkohësisht edhe vendin që ata kanë drejtuar. Kjo nuk kuptohet dhe kjo bëhet si nuk kuptohet, kuptohet shumë mirë. Për interesa partijake Kosovës. Për aq kohë sa gjykata dhe të gjesat janë që